me aprovimin e kryetarit, liderit zotri Ali Ahmeti, u vendos që unë të jem kandidat. Duke pas parasysh kërkesën e banorëve të komunës së Likovës, forumit rinor në komunë të Likovës, shoqatave të ndryshme jo qeveritare, njerëzit të cilët banorët që jemi në kontakt të përditshëm dhe me propozim nga dega e Bashkimit Demokratik për Integrim në komunë të Likovës, nga të gjitha këshillet vendor, do thot në mënyrë unanime deri te selia e Bashkimit Demokratik për Integrim, dhe me vendim të kryesisë qendrore dhe me aprovimin e kryetarit, liderit zotri Ali Ahmeti, si dhe në bashkëpunim me partnerët e koalicionit, që jemi vetëm tash Aleanca Kombëtare për Integrim, u vendos që unë të jem kandidat për kryetar komune në një mandat të ardhshëm 4 vjeçar.